bashkërisht me Becin po hetohen edhe zyrtar të Bashkisë së Shkodrës. Por pas masës së dhënë për Erion Velin, duhet vendoset edhe ky standard, sepse duhet të kalojë mesazhi që të gjithë kryetarët e bashkisë duhet të kalojnë në burg. Pse duhet të kalojnë në burg? Sepse do dalë Erion Velini duke bërë deklarata dhe duke thënë që shikoni Benet Becin e mbani jashtë, sepse është i atashuar pranë Ramës dhe unë jam brenda. Dhe Spaku do ta përdori pjesën e tij procedurale dhe penale sa i përket procedimit penal. Pse? Që të tregojë një mesazh të qartë ndaj të tjerëve që kush bën foto me funksionar të Spakut nuk është se përcjell mbrojtje dhe imunitet, përkundrazi përcjell arrestim, sepse nuk mund të përcillet një mesazh i një foto që është kapur Benet Beci dhe Arben Kraja në një restorant në Shkodër, edhe nga ana tjetër Spaku heton Benet Becin. Sepse nesër do të dalë dhe dikush tjetër dhe të thotë, pse po e mbroni Benet Becin ku ndërkohë kemi brenda në burg të fortin e Tiranës Erion Velin? Pse nuk po procedoni dhe me Benet Becin sepse brenda burgut kemi Erion Velin? Pra janë pikpyetje enigmatike që normalisht do të japi një përgjigje Spaku.